Kjo ishte atmosfera para zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ku 10 banor që kishin udhëtuar nga Çashka me padurim prisnin që Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve mos t'i pranojë ankesat e VMRO DPMN-s dhe LSDM-s për komunën e tyre. Me orë të tëra ata qëndruan para këtij institucioni së bashku me kryetarin e ardhje të kësaj komune, Suad Shaqiri, pasi anëtarët e KSZ-s një zëri vendosën t'i refuzojnë si të pabaza të gjitha ankesat e partive maqedonase, filluan telefonatat dhe urimet nga Mërgata. Kryetari në ardhje I Çashkës tha se meritën për këtë fitore historike e kanë popullata e cila kësaj radhe u bashkua për të zhbërë padrejtësi shekullore. Tha se do të jetë zëri të gjithë qytetarëve dhe nuk do të bëjë dallime, premtoi se do të angazhohet njëjtë edhe për popullsinë pakicë në këtë komunë. Prandaj ne u bashkuam që të arrijmë qëllimin atë që ndoshta është e vonuar, por kësaj radhe është e merituar. Dhe ne jemi në krye të asaj komune që do të jemi zëri I të gjithë qytetarëve, kjo do të jetë edhe e rëndësishme, pa anime, pa diskriminime. Tha se pasi ta merr detyrën, do të përgatis projekte dhe do të bëj punë, por tha se do të jetë edhe insistues dhe do të kërkoj nga institucionet mjete për Çashkën. Nuk mund të garantoj paraprakisht, por unë një gjë garantoj. Do të trokas derë në të gjitha organet, institucionet kompetente që Çashka dhe banorët e Çashkës të shfrytëzojnë të gjitha elementet kryesore që I duhet një popull. Për zgjedhjet lokale në Çashk ka pasur mobilizim masiv dhe afërsisht 600 mërgjimtar kanë udhëtuar nga e gjithë Europa për të shfrytëzuar të drejtën e tyre të votës në fshatrat shqiptar të Çashkës, kurse pas zgjedhjeve të 19 tetorit në KSZ kishin arritur 5 ankesa nga partitë maqedonase, të cilët kërkonin rivotim në 5 vendvotime. Një nga arsyet ishte edhe dalja e madhe e banorëve dhe interesi I tyre për të votuar.